Përshëndetje. Po më vinë sinjale që kjo policia e call centerave, lotove dhe përqindjes e skortave po mundohet që të insinuoj situata që të më arrestojnë mu. Një nga ato është të më hedhin gjëra të jashtëligjshme në makinë edhe të më arrestojnë në flagrancë. Tani po ju vjen ndjeni që makina ime ka 12 kamera, 10 jashtë, 2 brenda, edhe 8 terabajt hard disk që regjistrojnë 24 në 7 ditë të javës. E para, e dyta, merruni me kriminalët më, jo me vezët e mia. Këto muhabete do dëgjoni, edhe me çimka, me përgjusa, do dëgjoni 1000 vezë, 500 vezë, 200 vezë, 10.000 vezë, garazhin plot me vezë, një 12 arka mdhaja në bo gati, se do vi prapë parlamenti, aty do t'i lem gati për ditën e parlamentit. Po mos harroni sot në orën 7 edhe më shumë, edhe këto palachot e civilave operacionales që janë këta, bujrum, edhe komisaratit numër 3 se në kanë ardhur screenshotet që do merremi me Gentin sa po të bi protesta. 5 vite këtu, Genti është regjur me këto. Eksperienca që kom marrë nga afera Akshit është unikale. E keni provu dhe më përpara, nuk ju ka hecë. Se Genti i ka të gjitha mundësit dhe pajisjet që t'ju zbuloj jo ju, po shumë herë më lartë se ju. Kështu që bujrum, gati më keni, vezë kam plot edhe vezët e mia nuk i kapni dot.